What the fuck? Ky është I madhi, I dashtuni, humanisti Matteo Bori. Matteo Bori, kam hulumtuar për emrin tuaj. Emri Matteo do të thot lidhur me brikenën. Matteo Bori. U frymëzu nga Alin Gazdra. Ali çka. E përshëndesim nëse s'u kena ndjekur. Është frymëzuar nga fakti që Matteo me Brigenën janë bërë kryefjala e Big Brotherit. Po, edhe dhe Matteo. ka lënë në hije komplet çiftin Mirin Selin. Çifti I thënë si në tani. Është fuqizuar vërtet shumë Matteo këto ditë, madje nga publiku janë parë dhe janë lexuar shumë komente në rrjetet sociale që e mbështesin, gati po kthehet në një fenomen. Pse ndodhi kjo? Kjo ndodhi e parë sepse ata hynë me një histori e cila ishte e coptuar, pra një histori që ishte e mbyllur dhe paka shumë donin që do bëheshin përsëri çift. Është tipike nga këto që sa shkojnë bashkë, hajti bëjmë çift, bëjmë edite, kanë filluar këto të AI-t edhe mendoj që publiku vdes për romancat, u kthyen paka shumë si ato Hero Heidi me Romeo, kështu që unë mendoj që vetëm nga fakti që ai u sulmua shumë në Prime-in e kaluar, më ktheu pak te ajo e Luizit që u sulmua nga të gjithë në fillim dhe pastaj e deshën të gjithë. Fakti që shqiptarët I duan shumë viktimat. Nisi që nga fakti që Matteo qau atëherë për shokun që ishte pronari apo pronari I palestrës, duke nisur edhe me këtë respektin që ai tregoi ndaj Brikenës, por dhe fakti tek ai Prime ku ai tregoi historinë se si kishte ndodhur jashtë me familjarë të gjithë ju vërsulën atij dhe kjo e bëri që publiku të jetë me Matteon, të jetë të besojë më shumë Matteon sepse Brikena e pranoi te Prime I fundit, tha, unë nuk I kam thënë detajet, tha se prisja që a do I nxirre ti apo jo, dhe ai nxori dhe fakti ishte vërtet. Ajo thjesht nuk donte ta tregonte të vërtetën, gjë që Matteo e bëri, nuk është se nderoj Matteon fakti që tregoi aq shumë gjëra, aq më tepër që e lidhi me të gjithë familjarët e asaj. Domethënë unë këtu të rriqem pak nga Matteo, nuk më pëlqen aq shumë. Duhet ta evitonte. Mund ta siç e kishte evituar dhe në 3 Prime të kaluara që e kishte evituar dhe se kishte thënë. Ka diçka për ta evituar atë lloj historie dhe për të thënë atë çfarë duhet të thoshte, duhet të jesh shumë I zgjuar dhe duhet të jesh një lojtar që shumë I ftohtë dhe që e kupton. Gjë që unë te Matteo këtë gjë dyshoj se është një lojtar I fortë. Pra Matteo ka atë naivitetin e një djali tirone, nuk është ai djali Elbasanli, kështu që mendoj që është aq lojtar I fortë. Edhe unë mendoj këtë, domethënë që nuk ka bërë ndonjë strategji të madhe, por mendoj që ka menaxhuar shumë mirë situatat. Pra I kanë ardhur situatat në dorë siç ka ardhur kjo me Brikenës dhe e ka menaxhuar shumë mirë se mund ndodhte ndryshe. Mund ta kishte thënë që ditët e para dhe mund të ishte bërë antagonist. Por ka marrë sinjale nga jashtë sepse deri tani është I vetmi që kanë ardhur 2 drona, 2 a 3 drona. Kështu që normalisht në dhomën e rrëfimit. Domethënë ai dhe Kristi duket që janë në prevalojnë më shumë nga banorët e tjerë. Sulmua Matteo në Prime-in e fundit, po së fundmi është bërë virale një video në rrjetet sociale ku një djalë tjetër ka dalë dhe ka thënë që un kam shkëmbyer mesazhe me Brikenën. Një shpërputha. Kam shkëmbyer mesazhe me Brikenën. Her pas here dalin njerëz të cilët thonë ne kemi komunikuar me këtë vajzën, kemi shkëmbyer mesazhe. Edhe unë kam bërë like një story me Brikenën dhe kam pasur lidhje, po s'po e them, kështu që mos I thoni të gjitha. Mua më duken budallishe komplet, nuk Po normalisht që do dalin njerëz dhe do e thonë kur ti futesh në Big Brother me atë histori. Tani, po të hapësh se ne I hulumtojmë gjitha, po të shikosh faqen zyrtare të Big Brother në Instagram tani të dalin vetëm videot e Matteos. Pra Matteos po I bëhet një hype shumë I madh. Edhe Miri e ka kuptuar këtë gjë dhe po godet gjithmonë Matteo. Sot ishte një video e fundit ku ishin duke I fryrë njëri tjetrit në fytyrë që ishte gjë shumë e shëmtuar, duke se janë bërë të dy gjelat e shtëpisë dhe duke se më në fund po u krijuan polet Kostian që ti the që kishim lidera. Duke sikur nuk është Matteo pol I shtëpisë, të lutem. Jo, Matteo nuk është pol I shtëpisë, por Matteo është faktorizuar. Të qenurit pol do thotë që ti je në krye dhe ke disa të tjerë që të vinë nga mbrapa. Prandaj thash nuk ka pole. Dhe ideja është që tani Mirit I ka rënë pak protagonizmi. I ka rënë dhe Selina. Selina është komplet iku krevati, iku dhe çifti që u formua nga krevati. E njëjta gjë mund ndodhi me Matteon, sepse çfarë I mbante bashkë, ta ishte historia, çfarë I mbante bashkë ishte krevati nga ana tjetër. Kështu që këta njerëz thjesht po shfrytëzojnë situatat që janë të zjarrta të momentit. Dikush tjetër që po shfrytëzon situatën është Casey.
Nuk e di nëse e vutër edhe në Prime që Casey ju hodh Mateos dhe Mateo i tha pa merak se do të vi radha edhe ty, nuk e di pse ata kanë krijuar këtë armiqësi në thonjza me njëri tjetrin. Casey duke debatuar me Mateo vetëm sa i rrit pik Mateo, sepse Casey ka një mospëlqim të madh në publik. Pra të gjithë njerëzit janë kundër Caseyt me sjelljen që ka bërë me vajzat. Dhe mënyra se si flet. Është shumë absolutisht, dhe Casey tani do bëj lojë me Inën. Dhe është e mirë ajo që tha Arbri që kanë gjetë njëri tjetrin te Xhera Kapakun se janë fiks për njëri tjetrin dhe mendoj që do shkojnë shumë larg në lojë si çift. Ato do janë dyshe, kështu do janë gjithë kohë. Stelina tani ka dalë komplet jashtë loje. E vetëm nga loja e Stelinës ishte trekëndshë, tani që s'është trekëndshë, Stelina do jenë shtëpi. Vetëm histori dashurie më Big Brother. Ato shesin sepse siç e tha dhe Ledioni. Shiko, unë do doja shumë që të kishim se ne kemi motrën e Caseyt, ta diskutojmë pak dhe me atë dhe ta pyesim se pse Casey ka zgjedhur këtë lojë, nuk e di a i pëlqen atyre si familjar loja e Caseyt apo jo. Ka zgjedhur atë ditë bëj, domethënë. Pas pak do kemi në telefon motrën e Caseyt, ndërkohë që regjia bën gati, unë dua të them që ne kemi kontaktuar dhe motrën e Stelinës, e cila na ka thënë në telefonate sipër që ajo në farë mënyrë i ka vendosur Top Channelit një ultimatum ose në thonjza i ka kërcënuar Top që duhet të nxjerrë Stelinën nga Big Brother sepse ajo po del shumë keq. Jeni dakord që po del keq Stelina? Pra motra e Stelinës dëshiron që Stelina të lejë lojën në këtë pikë. Unë mendoj që atë po e nxjerrin keqës ajo do vet. Ndërkohë kemi tani, më thotë regjia në telefon, motrën e Caseyt. Na dëgjon? Përshëndetje. Alo? Po, përshëndetje, si kaluat, më dëgjoni? Alo, na dëgjon? Ja, një sekundë se ta rregulloj teknika. Ndërkohë për Stelinën çfarë a kemi? Na dëgjon? Po. Hello. Përshëndetje, si jeni? Mirë, shumë faleminderit që pranove të ishe në një telefonat të shkurtër me ne. Tani, marrëdhënia Caseyt duket se është konsoliduar me Inën. Ju si motra e tij e suportoni apo nuk jeni dhe aq pro kësaj marrëdhënie? Unë suportoj çdo vendim që Casey mbledh në vet. Në çdo vendim i merr, unë jam mbrapa vendimeve të atij. Po për historinë që la Pezull me Stelinën përpara se të kalonte të fokusohej te Ina. Çfarë mendimi ke? Pra si e shikon këtë ish raportin e tyre tani më? Mendoj që marrëdhënia e tyre ashtu siç e kemi parë të gjithë, mendoj që është vërtet toksike. Domethënë absolutisht mos të ngritur njërin dhe për të ulur tjetrin, mendoj që të dy janë të bërë për atë lloj marrëdhënie. Mendoj që raporti që ata kanë pasur është si një histori e lënë për gjysmë mjaft. Kështu që normalisht e shoh nga të dy anët do dëshiroj që merreshin fare me një tjetrin, do ishte akoma dhe më mirë. Unë ruaj pak rezervat e mia lidhur me sjelljen e Caseyt që ka pasur dhe fjalorin që ka përdorur kundrejt vajzave dhe sidomos kësaj të fundit Stelinës. Ti si e ke parë sjelljen e Caseyt kundrejt Stelinës? Për çfarë fjalori specifikisht bëhet fjalë? Çfarë i ka thënë Stelinës Casey? Është bërë një video virale në rrjetet sociale ku Casey dëgjohet duke ofenduar Stelinën me fjalë të pahishme dhe këtë ka bërë dhe familja e Stelinës në fakt një postim kundrejt kësaj videoje. Nuk e di nëse ti e ke parë apo e ke ndjekur? Po, kam parë, ta gjatë se edhe mos e dua unë të shoh ministrin Gjergj. Po. Si të zhdukur ajo video? Me sa e pam dhe ditën e shtunë, sqaroj atë pjesë. Casey kurr në fjalorin e vet në një femër jashtë, jo më të shaj një femër brenda një Big Brother. Ai e tha dhe aty dhe unë isha duke e parë live dhe ai nuk çar Stelinën. Ai ka shar me nervat e tij, ka fitur mikrofonin dhe ka shar, nuk është drejtuar specifikisht Stelinës. Pra nëse flasim tani që një ambient ku njeriu ka dhe nervat e veta, nuk po them që një që shau në televizion kombëtar, absolutisht, nuk se rezervuar pak, por nuk e ka qenë fare kundrejt Stelinës, ai e specifikoi shumë mirë dhe ditën e shtunë vet. Sara, dua të pyes pak edhe për një akuzë që Stelina ka bërë për Caseyn, duke thënë që Casey bashkë me ty, që jeni motra e tij, domethënë, kur keni qenë jashtë shtëpisë, keni ofenduar Inën dhe keni fol keq për të. Ti mund t'i paosh apo mohosh këto akuza? Atëherë, absolutisht nuk merrem fare me tipin nëse Stelina ka zgjedhur që të fusi dhe familjarët e Caseyt. Kjo është një zgjedhje duke e ditur që Stelina e di shumë që Casey nga emisioni Përputhet ka hikur vetëm për shkak se
ka folur keq me llafe të hishme për arsye se është përmendur familja dhe Selina ka pasur si qëllim të vetëm që të nxjerrë kesin pa faza dhe realisht kesi nëse fundet unë apo familja ime, pra kesi del total faza si çdo individ i mundshëm që nëse i përmendet motra apo vllaja apo babai, mendojmë që të gjithë do nxjerrim rrojat tona dhe do fillojmë të eskalojmë. Kështu që mendoj që kjo gjë e mirë menduar që të eskalonte kesi, por shumë krenare që kesi nuk reagoi fare dhe ndonjë shumë i heshtur. Okej. Në rregull, shumë faleminderit që ishim në këtë telefonat të shkurtër Sara. Shumë kënaqësi. Dëgjojmë sërish, pafshim. Faleminderit. Mirupafshim. E pra, është motra. Ima hoj. Nuk ka, një Nuk e motër poshtë vllajin. gjithmonë do ta mbroj vllajën e saj, pavarësisht se në këtë pikë unë mendoj që Kesi nuk e mbron dot asnjë nga familja e tij sepse sjellja e tij ka treguar. Për atë ofendimin unë jam dakord me motrën se ishte një ofendim në nerva e sipër dhe nuk i drejtua asaj. Është një ofendim që e përdorin të gjithë, kështu që Okej, po gjithsesi sjellja e Kesit ka treguar që ka qenë gjithmonë paksa agresive përgjatë gjithë ditëve, pra jo vetëm atë ditë. E kanë në vazhdimsi. Ajo që ishte drejtuar një herë asaj. por nuk ishte drejtuar asaj. Me gjithë respekt, nuk përmendoj Selina. Ka diçka. Qoftë drejtuar Stelinës, qoftë drejtuar mikrofonit. Ishte fjalë pa ishme. Drejtuar ishte fjalë pa ishme, pra që nuk zinte vend sido që të jetë. Ndërkohë eliminuar i javës ka qenë Lorna. Zogu im ma tha dhe e kishte të drejtë, domethënë Lorna. Nuk ishte gjithë zog more. Nuk ishte ndonjë abim madh, mirë po Lorna në Big Brother Fan Club tha se do bënte një padim në gjykat për shpifje kundrejt gazetarit Elton Tozaj. Elton Tozaj përpara disa kohësh ishte shprehur se Lorna dhe Miri kanë pasur një one night stand me njëri tjetrin. Dhe pikërisht për këtë fragment Lorna tha që unë do ta padis. Eltoni mbahet për këto akuza dhe deklarata shumë të rënda që thotë, të forta kundrejt shumë personazheve publik. Dhe për këtë arsye ne do ta kemi Eltonin në telefonat për të sqaruar se si qëndron e vërteta nga i dia i këto informacione dhe ai ka ardhur letra e gjyqit apo jo. Janë bërë disa ditë, kështu që. Por nuk e dia e kemi. Nuk e kemi ende. Ndërkohë, unë prisa që Lorna të largohej. Domethënë, ajo tha që aty po rrin shumë banor kot, po mendoj që një ndërtoi ishte edhe Lorna. Lorna ishte nga ato që kur e ngacmoje, atëherë shpërthente. Pra, nuk krijonte dot një situatë saj në vetë ose nuk gjete dot një Selinën, po Selina zgjasë shumë. Po nuk ja zgjaste Selin se pa që nuk ishte një komponent shumë i fortë i lojës për tu marrë me të pra Selin është fokusuar në njerëz të tjerë që ajo mendon. Selina pse ka rënë, domethënë Selina e dëgjova që po i thoshte njerëz banore Gretës, më duket që po të dua unë zije me Mirin tani dhe bëj gjithë primin për ne të dy të Ka pasur edhe shumë goditje, për shembull zotria që u fut në fund Rogerti i dha disa shenja se si ajo mund të gjykohet keq. E di si e shohun Selinën, unë Selinën e shoh si sigur është në atë qetësinë e vet për momentin, sa të ri më këmbet pak nga historia me Mirin dhe ajo do kthehet. Unë e shoh domethënë që ajo do kthehet fuqishëm. Gjithashtu kemi Eltonin në linjë. Në linjë më keni, në linjë. Përshëndetje Elton. Përshëndetje. Tresha stike e Andale Medias. Baba, na e more zemrën që tani në fillim me këtë. Të vetme gjëra që në YouTube nga Andale, mos t'i ngrihet hatrit atjeve, jeni të tërë shumë mirë, po ju shumë juve. Shumë faleminderit. Dhe kjo se vërtet nuk ka të fare për t'ju bërë shefin. Ja ne për këtë të morëm. Një padije re me sa duket. Një padije re ka mbërritur në derën tënde, nuk e di nëse të ka ardhur njoftim apo jo. S'ka ardhur akoma. S'ka ardhur akoma, po. Pa ditë që nisën për të ardhur drejt me ngeli rrugës, çuditëri. Do me thënë s'ka ardhur asnjë padije ende, po ç'ishte ajo deklaratë? Sepse atëre, shiko, ka një problem. Që personazhe që e quajnë veten VIP, ka një problem shumë të madh që nuk e dinë që në Shqipëri ekziston një ligj që quhet dekriminalizimi i shpifjes. E zëmë se unë kam shpif. Nuk ka ligj që më dënon mua për shpifjen. Dhe nëse ti do shkosh për të bërë një, ti do ngelesh atje dhe do të them mbrapsht, sepse nuk ka. E para. E dyta, nuk kam shpifur, unë kam thënë një gjë reale që Miri dhe Lorna kanë pasur dashnë. Nga ke marrë këtë informacion, domethënë ne që e dëgjojmë është një jeti që flet dhe nuk kemi prova për këtë gjë.
Po çfarë problem atë e kanë thënë vetë që janë njohur dikur bashkë dhe dalë. Po njohur mund të kenë që edhe në një kafe për shembull. Joja është mënyra domosdoshmërisht një histori ose qoftë edhe një. O do vdesun për sa tuaj që doni ti nxjini patjetër. Jo, ne thjesht duam të dimë se si ka ardhur kjo informacion, me thënë nga si ka lindur kjo. Ja pra, Gjermani ta them. Gjermani. Unë dikur kam pas punuar menaxher lokalesh. Në 2009-2013 unë kam menaxhuar një klub në Velipoj. Okej. Ulona punonte për mua si MC. Okej. Dhe kemi pas marrëdhënie jo vetëm vartës e provë, por kemi pas edhe marrëdhënie shoqërore. Okej. Se më bëjë gjakun për një moment. Ja pra, jo. Ore tosi. Dhe kjo ishte, duke pasur të marrëdhënie, i hapeshin njëri tjetrit, tregonin, flisnin, bënim etj. Domethënë, unë kam thënë, kanë pasur, nuk kam thënë patjetër që kanë qenë të lidhur. Kam thënë që ata kanë pasur njëri, kanë pasur edhe nga jashtë. Marrëdhënia mund të shoqërore, mund të jetë vllazërore, siç e kam njëri për shembull me Selinën atë në shtëpi. Pra ti nuk e ke specifikuar çfarë marrëdhënia? Në asnjë moment. Po si doli kjo one night stand, sepse u bë virale aso kohë që ti ishe shprehur sikur ishte një one night stand, prandaj edhe Lorna. Supozohet. Thuaj Lornës mos u prek për one night stand-et thuaj se. Nëse. Ideja është kam thënë mund të ketë pasur një one night stand, të cilën Lorna mund ta përdori brenda. Pra ishte një supozim nga ana jote. Patjetër, pra unë gjithmonë supozoj. Elton, me që ti supozon dhe di gjithçka çfarë thuhet nëpër kafene dhe vërdall, ke lajmet e fundit. Një lajm që qarkullon vërdall thuhet që Brikena ka një të dashur jashtë shtëpisë. Dhe për këtë arsye ajo nuk e lë Mateon të afrohet. Ti digje për këtë, si është vërteta? E vërteta është, domethënë, edhe unë kam dëgjuar po një lajm, edhe madje edhe tash në podcast atë ishin duke folur. Sepse shikojmë stepin që ka Brikena. Dhe shikojmë marrëdhënien që ose mesazhin që ja dha kur i vajti. Po. Që ne jemi me atë që do zgjedhësh ti. Domethënë, për sa kohë i thotë, atë që do zgjedhësh ti, do thotë që është përballë një zgjedhje. Dhe zgjedhja nuk është vetëm me një person, po është edhe me pra është mes dy. Është mes dy dashurive. Pra ka një nga fjalia. Për mua ishte shumë i qartë, tha, ne jemi me atë që ti do zgjedhësh. Po zgjedhja nuk është për një person, zgjedhja është duhet të jetë patjetër 2 ose më shumë. 2 ose më shumë? Po tash Brikena ka lënë një histori jashtë. Që do blesh çokoladë. Po se doli dhe një ish konkurrenti për puthën, kështu që mund të jenë vërtet më shumë se 2. Pikërisht pra. Nuk e di. Këto mbesa vjen çdo prime shtohet numri. Ja dhe tos pikanti. Nuk e dim, këto mbeten thjesht supozime, ne të falenderojmë shumë Elton që ishe këtu me ne, edhe na sqarove pak se si qëndron situata. Shumë kënaqësi, shumë kënaqësi. Dua fort, edhe vazhdoni të jepni kënaqësi duke u ndjekur. Faleminderit Elton, pafshim. Bëj një investigim tjetër tjore. Ta bëj direkt, po më pret paltoja, sa po të mbaroj këtu. Atë me sharkën e ke qarë. Ashtu, ha? Faleminderit. Prit të tjera, tani prit të tjerat. Ç'është të në shërtim. Hajde, gjithashtu Elton, faleminderit. Faleminderit Elton. Goxha e komplikuar kjo marrëdhënia e Brikenës, sa ka pasur, as ka pasur në këtë pikë. Çfarë na duhet ne të merremi sa ka pasur, kë ka pasur, pse ka pasur. Mashtrimi, pra ti nëse Brikena që natën e parë që Ledioni e pyeti çfarë ke pasur me Mateon, ti thoshte, kemi pas një njohje, familja ime nuk ka qenë dakord në atë kohë, edhe nuk do bëj kaq gurgule e madhe. Të detyrohet Unë do të them dhe diçka, jam dhe me këtë, se tha Brikena, më përmendi familjen si guzon. Kjo është kur ti nuk ke argumenta, sepse të përmendi familjen do thotë siç ja ka përmendur Roger Timalit, që i tha nga ke trauma nga mami nga babi, dhe të përmendesh familjen për të treguar një histori e cila sipas Mateos është e vërtet, nuk ka asgjë të keqe. Po se ka familja e saj keq fatose, nuk e kuptoj pse njerëzit thonë. Mateo shumë i respektuar, ku ka kur Mateo del dhe thot ka dal Daja, i ka pre rrugën, ka dal babai, ka thënë, zhduku normalisht që del pak keq familja, se duket sikur ndërhyn familja në jetën e saj personale.
Mateo ka thënë sipas traditave të tyre unë i respektoj. Thjesht kështu ka ndodhur, nuk i ka thënë asgjë të keq. Mund ta kishte evituar gjithsesi. Po, unë tham që Mateo ndoshta është ndjer i detyruar ta tregojë atë historinë, sepse duket që ishte gati dhe po priste të shpërthente dhe ta thoshte ato lloj historie. Arsyeja që o do tregosh o do dalësh nga shtëpia. Arsyeja që Brikena ka gënjur në fillim, unë mendoj që ka qenë sepse nuk e dinte që kjo histori do merrte këto lloj përmasash. Dhe nuk e dinte, ta lë me kaq, ka thënë dhe mos t'i shkoj më tej. Dhe unë e kam thënë, kjo është histori e vdekur, prapë nxjerrin dhjam nga pleshti, urdhë, me sa duket ajo mund të ketë edhe një histori nga jashtë. Edhe është më se normale që nuk do t'i shmanget dhe eviton çdo lloj gjë sepse mund të ketë një histori jashtë. Një tjetër gjë që unë kam vëre është që Mateo, të marrësh historinë e Mateos në televizion ka qenë në përputhen, ka qenë te kepi i tundimeve. Pra, e di shumë mirë si funksionon produksioni i Top Channel dhe së fundmi me këto hyrjet e daljet në dhomë të rrëfimit, më duket që po merr dhe disa direktiva nga produksioni dhe po përdoret në thonjza nga produksioni. Sepse dhe atë natë u ftua nga Ledioni e përmendi direkt historinë. Po kërkon romancën sepse e di që është e vetmja gjë që ai mund të bëjë që ta mbajë në lojë. Duket se ka kuptuar dhe Kristi që boi afrot kursitës. Dhe tani ai Mateo u fut në përputhen, program dashurie. Kaloi te kepi i tundimeve dhe ai program dashurie plus 18. Edhe Bigu është përputhen. Sekreti është që ai ka sy shumë shkëlqyes, pra i ka me kështu me ujë që i shkëlqejnë dhe gocat kujtojnë sikur ai ra brenda. Po mirë, i ka marrë mend dhe gjithë publikut. Është një lojtar tash. Nëse Kush del të martën sipas jush janë disa banor nominim. A mund të dali Rogerti, ju lutem, e di që jo, ka kaluar çdo mas. Ka kaluar Rogerti. Si do mbrosh moment në qenjen time, sot ai imitoi te La Villa. Jo, nuk do të ka kaluar çdo mas ofendimesh. Jo, po. Me malin te projtë. Nuk është normale. Do të thonë, Rogerti po bën atë, është si një egla e dytë. Mund ta themi? Po është më keq se egla. Jo, egla është maja e icebergut. Po, më keq se egla, më vjen shumë keq. Mirë, okay, e lëm për ta diskutuar live-in tjetër. Të mërkurën në orën 5:30 na keni prap live. Për diskutuar shumë gjëra dhe do kemi një të ftuar ekskluzive të mërkurën, e cila është një banore, po që do të zbulojmë. Në ndihni, bëni subscribe u të fëja të hënë të mërkurë dhe të premte. Për çdo gjë. What the fuck? Ju dua pacin. Ándale.